Ju përshëndes të gjithëve, do të vijojmë me transmitimin maraton për zgjedhjet e 11 majit, vijon ende procesi numërimit të votës së diasporës edhe aty një rezultat me fitore në favor të Partisë Socialiste në të paktën 55% të votave të numëruara deri tani, ndërkohë që nga momenti në moment pritet që kryesocialisti njëherësh kryeministri Edi Rama të mbajë fjalimin e fitores, një mandat i 4 për të, është nisur tashmë drejt sheshit Skënderbej, aty ku janë mbledhur edhe mbështetësit e tij. Mund të ndjekim, po e ndjekim në fakt edhe në këto pamje pritet që nga momenti në moment Rama pikërisht të mbajë edhe fjalimin e fitores. Ndërkohë nga ana tjetër edhe kryeministri i Partisë Demokratike ka thirrur në selim blu drejtuesit e qarqeve për ditën e sotme. Në 20-30 minuta do të ketë takimin me ta për të mësuar se cila do të jetë lëvizja e radhës, teksa më herët ka publikuar në profilin zyrtar sloganin e protestës "Mbrojmë votën e shqiptarëve" dhe ka bërë me dije se do të udhtojë nesër drejt Brukselit. Ndërkohë, kryeministri njëherësh kryetari i Partisë Socialiste Rama, siç njoftoi një ditë më parë, do të mbajë fjalimin e fitores, një fitore në fakt, një rezultat i thellë krahasimisht me Partinë Demokratike, 83 mandate në favor të Partisë Socialiste përkundrejt 50 mandateve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Megjithatë, demokratët e kanë cilësuar një proces të manipuluar, kanë bërë me dije se nuk do ta njohin atë dhe se do të shfrytëzojnë çdo hapësirë ligjore institucionale për ta kundërshtuar një rezultat të tillë. Shohim kryesocialistin Rama që është drejtuar dhe në fakt ka mbritur tashmë në sheshin Skënderbej ku e presin mbështetësit e Partisë Socialiste. Gjatë 2 ditëve të fundit ka pasur intervista me media të huaja, por kjo është dalja e parë, komunikimi i parë për mediat në Shqipëri e po ashtu edhe për zgjedhësit shqiptar që i dhanë një mandat të 4 edhe më të fortë se sa ai që po përmbyll aktualisht. Pas 12 vitesh në pushtet, premtimi kryesor i kryesocialistit Rama ishte pasaporta europiane brenda vitit 2030. Në 2 ditët e ardhshme, siç ne kemi përcjell, do të zhvillohet edhe një samit europian në kryeqytetin shqiptar, teksa demokratët kanë njoftuar se do të kenë një protestë pikërisht të premten kur do të përmbyllen edhe punimet e këtij samiti. Shohim Ramën, i cili përshëndetet me socialistët, por edhe qytetarët e tjerë që kanë mbushur sheshin Skënderbej për të pritur, për të përcjell në mënyrë të drejtë për drejtë edhe fjalimin e tij të parë si fitues i mandatit të 4 i zgjedhjeve të 11 majit. Ndërkohë dua të sjell në vëmendje që tashmë i gjithë fokusi është tek Parku Olimpik, ku numërohet vota e diasporës, por edhe në disa KZAZ për votën preferenciale. Tirana është ndarë në 13 mandate për demokratët, vetëm një nga lista e hapur, ndërkohë që 19 duket se shkojnë për Partinë Socialiste nga ecëria e deritanishme e rezultatit. Sa i përket votës së diasporës janë numëruar mbi 55% e zarfeve, Partia Socialiste kryeson me 54% me mbi 26.000 vota diferencë. Ja ku u rikthyem prap këtu, 33 ditë nga dita që u nisëm, fillimisht me gratë dhe vajzat komando të Partisë Socialiste në të 12 qarqet dhe pastaj të gjithë këtij sheshi të Skënderbeut për të mbledhur çfarë mbollëm me shumë punë e me plot mund për 4 vite me radhë në zemrat dhe në mendjet e shqiptarëve. Për 30 ditë shqiptarët dëgjuan
vlerësuan, gjykuan dhe në 11 maj ata vendosën të na e besojnë ne, Partisë Socialiste, mandatin e 4. Dhe na besuan më shumë se asnjëherë më parë për një sfidë më të madhe se asnjëherë më parë. Sepse në 4 vjet ne mbollëm ende më shumë besim tek Shqipëria, prandaj mblodhëm ende më shumë besim nga shqiptarët. Ne mbollëm ende më shumë shpresë për Shqipërinë, prandaj mblodhëm ende më shumë shpresë nga shqiptarët. Ne mbollëm krenari ende më të madhe për Shqipërinë europiane, që po ndërtojmë gur pas guri. Prandaj mblodhëm votjat e një mbështetje referendare për Shqipërinë që do të anëtarësojnë Bashkimin Evropian vit pas viti. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe zi çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen mes një Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton europian dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvarr nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi hyjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në Umner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit ton për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth e rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit, Shqipëri. Në kujtesën time, kjo fjalë fitoreje ka qenë më e vështira gjë sot për të bërë një fjalë që arrin ta thot atë çka për mua është kjo fitore. Dhe ndjes sepse realisht më është e pamundur të arri ta them me gojë gjithçka që ndjej dhe mendoj prej orësh të gjata, ditësh dhe netësh pa gjumë, përballë një arritje të tillë, e cila është historike, jo thjesht për përmasën e fitores Partisë Socialiste, po mbi të gjitha për momentin historik kur kjo fitore mori jetë për Shqipërinë. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për t'i falendëruar. Dhjetra mira, gratë e burrat, vajzat e djemt, e familjes sonë të madhe politike, që 4 vjet me radhë e shtruan me përpjekje, durim dhe disiplinë në çdo territor të Shqipërisë dhe së fundmi për 9 muaj, pa pushim, edhe në çdo drejtim jashtë kufive ku jetojnë shqiptarët, rrugën e kësaj fitoreje të paharrueshme. Faleminderit. Aqëherë faleminderit sa që janë antar dhe antare të familjes sonë politike që e bën si duhet pjesën e tyre për këtë fitore. Aqëherë faleminderit sa çdo mbështetës i Partisë sonë Socialiste që dha votën e vet për këtë fitore dhe sa çdo zgjedhës që këtë herë erdhi me votën e tij drejt nesh, edhe pse mund mos jetë tradicionalisht me ne. Një falënderim krejt veçantë do ta bëj për shqiptarët e Greqisë, Italisë, Europës, Amerikës dhe kudo tjetër
ku qoftë edhe një shqiptar i vetëm u regjistrua si zgjedhës. Ka qenë një ushtrim i parë historik për nga fakti i herës parë dhe fantastik për nga numri pjesëmarrësve në raport me atë të regjistruarve, një ndër më të lartët në votimet e diasporës që kemi parë në Europë. Shumë faleminderit nga zemra, një përqafim të gjithëve nga sheshi i Gjergj Kastriotit. Edhe pse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Për Shqipërinë që ecën në drejtimin e dur dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian me ne të gjithë bashku, me mua dhe me Partinë Socialiste. Kjo do të thotë shumë për mua, kjo do të thotë shumë për ne të gjithë. Dhe nuk di se si mund ta them akoma që vërtet s'di se si t'i falenderoj të gjithë sa dhe si duhet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Aq herë faleminderit të gjithëve sa çka shqiptare në këtë qell. Nga ata që ndrihen fare të fare, pa u gdhir për të punuar tokën, dhe deri tek ata që nuk vën gjumë në sy derisa gdhihet për ta mbrojtur këtë tokë. Sepse në radhë të parë fal tyre, shumica dërmuese e shqiptarëve dhe shqiptarëve votoi për një Shqipëri që ata e dinë më mirë se kushdo, bëhet gjithnjë e më e mirë. Edhe këtë herë, njësoj si herë në shkuar, ime më, Aneta nuk më ndoqi si hije dashurie pa kushte, në atë pozicionin e saj legjendar para televizorit si në një llogore lufte, deri ditën që iku të ribashkohet me Timap. Por duke qenë se dhe këtë herë që të dy u tërhoqën jashtë nga varri në fushatën e mosozotshme të mosozotshmëve, dua t'u them të ma bëjnë halal dhe besoj se po na shohin nga lartë së bashku dhe janë krenar për mua dhe janë krenar për Shqipërinë që ne të gjithë bashkë po ndërtojmë. Ndërkohë që unë jam sot përsëri shumë krenar për Rean dhe për Gregun, që vazhdojnë të mos na shkaktojnë asnjë dhimbje koke, që jetojnë jetën e tyre larg dritave të skenës, larg zyrave të shtetit, larg çdo marrëdhënie në konflikt interesi, duke duruar sidomos Rea, agresione të rënda verbale, shpifjesh nga më të neveritshmet. Ju falenderoj nga zemra dyve dhe si gjithnjë uroj që t'ju bëj krenar me punën time sot dhe inshallah me gjurmën e punës time nesër. Por falenderimin më të veçantë e kam për të vetmen opozit që unë vazhdoj të mos arrijë ta mund dot. Por shoqër që më pranon në qeverinë e unitetit, Linda Ramën, maman e paepur të Zaos, nënën kryelar të Reas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është shtylla që i mban në fakt 4 këndët e këtij tavani. Shumë faleminderit grua dhe besoj se më flas edhe në emrin tënd, duke falendëruar Zaun, i cili na rin gjitur si bateri me energji diellore. Kjo fitore me notën 10, të cilën e kisha në fakt parandjer dhe parandëruar prej shumë kohësh, mund të jetë e pabesueshme për ata që
as e kanë kuptuar që Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Po kjo fitore nuk është hiç e pabesueshme, as për mua që e kam kërkuar për ditë. Qysh 4 vjet më parë, në momentin kur sapo kam zbritur nga podiumi që ishte këtu në mbrëmjen e fitores së përparshme, dhe nuk është hiç e pabesueshme as për gjithë ata që nisur edhe nga shumë këtu, duke filluar nga drejtuesit politik të qarqeve, që bashkë me mua punuan shumë fort 4 vjet me radhë për ta sjellë në shtëpinë tonë rezultatin historik të 11 majit. Koha do ta thotë nëse rezultati i kësaj përballje me kundërshtarët tanë të kahershëm dhe të pandrejshëm është në fakt rezultati i një përballje përfundimtare me historinë tonë të mundimshme, në kushtet kur na ra neve shansi t'ia ndryshojmë përgjithmonë rrjedhën historisë. Gjithsesi, në kryqëzimin mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do qeverisë 4 vjet të ardhshme dhe një mundësie historike që Shqipëria 2030 të bëhet zonjë anëtare e familjes bashkuar europiane, ne u bëm partia që e mishëroi fuqishëm mundësinë historike në sytë e shqiptarëve që duan zonjën Shqipëri në sofrën e BE-s dhe veten e tyre qytetarë të barabartë Bashkimit Evropian. Të tjerët u munduan të na rendin pas me sharje lebetitse dhe me premtime ulëritse, por dora dorës mbetën mbrapa, derisa mbetën shumë mbrapa. Megjithatë, edhe pse rezultati përfundimtar s'ka dalë akoma, mbase s'mbetet kredi njëjti, unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Mandati që ne po mbyllim ishte deri tani mandati më i fortë qeverisës së një partie politike. Qysh prej vitit 1992. Ndërsa ky që sapo na kanë dhënë shqiptarët, do të jetë një mandat politikisht po aq i fortë sa ai i atij viti kthese në historinë politike të Shqipërisë pikërisht në 1992. Dhe ne do të bëjmë të pamundurën që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht. Duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Koha e deshi që në këtë shesh Skënderbeut, kërthizë e Europës Ballkanit dhe xhevairi kryeqytetit tonë europian, ne t'u kërkojmë shqiptarëve na e besojnë ne administrimin e shansit historik të bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim një herë për gjithmonë me Azinë, të cilin fati pikërisht në këtë kohë e solli në duart e Shqipërisë. Dhe shqiptarët na e plotësuan kërkesën me një mbështetje po aq kuptimplot sa sfida e madhe që na risollin këtë shesh sot, si bartës të mandatit më të rëndësishëm dhe më sfidues të Partisë Socialiste, qyse të paktën unë jam krye të saj, një mandat i fuqishëm sa nuk ka, ama për të fituar një bas historik sa nuk ka. Me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Ky është një mandat për të bërë një me fatin europian
që kalorsi mbi kokat tona, profeti ynë kombëtar Gjergj Kastrioti na e përcaktoi si fatin ton të patitërsueshëm dhe që pasti brezat tërë shqiptarësh e bartën duke e fshehur, duke e nxjerrë përsëri, duke e mbuluar, duke e rizbuluar përsëri, duke e mohuar me gojë, duke e ripohuar me akte në kalvarin disa shekullor për mbijetesë. Derisa rilindësit tanë, herojtë e pavarësisë, luftarët e mendimit patriotik shqiptar, na e lanë të shkruar me alfabetin shqip dhe të stampuar në flamurin e kuq me shkapën dy krenare, përmes një odiseje të pafundme, kapërcimi kora shtypse dhe mjegullash verbuse, që për ne dielli lind andej nga Perëndon dhe askull tjetër. Ky është një mandat për ta mbartur me shpirt ndërdhëm gurin e pavarësisë dhe drejtësisë dhe të barazisë para ligjit, derisa të mos e luaj më topi nga themelet e ngrejinës europiane të shtetit shqiptar, ku fantazmat e pandushkueshmërisë nuk do të gjejnë më kurrë vend. Ky është një mandat që shqiptarët na e besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Sepse shqiptarët e dinë se vetëm ne dhe askush tjetër mund ta udhëheqim Shqipërinë në një kohë të tillë, pa humbur busullën dhe pa humbur ritmin. Ky është një mandat për një sfidë historike e cila na imponon të bëjmë çmosin për të qenë sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, po nuk na ka ardhur për gjithmonë. Prandaj na takon ne i japim fund historisë si një popull i dorës dytë, të nëpërkëmbur dhe të përjashtuar nga fati i vet, dhe i dorëzojmë fëmijëve tanë një vend brenda kufive të Bashkimit Evropian, ku askush më kurrë të mos e shoh shqiptarin si të huaj dhe ku shqiptarët të jenë përgjithmonë zot barabartë shtëpie. Ky është një mandat për një Shqipëri të re, me një pozicion dhe fuqi të re, për të cilën ne do të arrisim prodhimin kombëtar nga 25 miliard euro që e kemi sot në 35 miliard euro. Do t'i rrisim të ardhurat për frym nga 10.400 euro që i kemi sot në të paktën 15.000 euro. Do të arrisim pagën mesatare në sektorin publik nga 1.000 euro që e kemi sot në të paktën 1.200 euro. Do të arrisim pagën e përgjithshme mesatare nga 830 euro që e kemi sot në mbi 1.000 euro. Ky është një mandat ku ne do të jemi më pranë se asnjëherë pensionistëve, me synimin që ta ngrem pensionin minimal në 200 euro, ndërkohë që pagën minimale do ta ngrem nga janari 2026 në 500 euro. Dhe në Shqipërinë 2030 paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Ky është një mandat për Shqipërinë turistike, me investime shëmbullore të nivelit më të lartë nga veriu në jug dhe me Tiranën si platformë me një koleksioni spektakolar të arkitekturës. Ky është një mandat për Shqipërinë me një industri të rilindur ushtarake dhe me një industri të zhvilluar agro-ushqimore. Ky është një mandat për Shqipërinë me një nivel ende më të lartë sigurie dhe rrugë kombëtare, qytete të mëdha e shkolla të mbuluara me kamera inteligjente për sigurinë e të gjithë fëmijëve tanë rreth parë. Ky është një mandat për Shqipërinë me një qendër shëndetësore rajonale ekselence në kompleksin e QSUT-s dhe një spital ultramodern të gjeneratës fundit në zonën e Durrësit. Ky është një mandat për Shqipërinë me një universitet evropian mjekësie dhe me një nivel të ri mbrojtje të mjedisit dhe administrimit mbetjeve. Ky është një mandat për Shqipërinë me shërbime ende më moderne për qytetarët digjitale, me një arsim ende më të zhvilluar digjital, me parqe të zhvilluar digjitale dhe me një ekosistem shumë më të zhvilluar digital.
Ky është i mandat për Shqipërinë me korridorin blu dhe korridorin e 8 që do të hynë në operim, me portin e madh tregtar të Durrësit që do të hyjë në operim, me portet turistike në operim, me të 4 aeroportet në operim dhe me kurudhat kryesore në kantier. Ky është i mandat me besim të lartë për një besim të lartë tek Shqipëria. Tamam siç e pa Naimi kur u ngazllye dhe këndoi ja ke vërtet seri e qetë për Shqipërinë ditët e mira pas këta i vinë, shkoj errësira, lum kushtërojnë, ta shoh zonjë. Motra dhe vlezër, shok dhe shoqe, është disa të herë gjatë këtyre javëve që do të përsëris se unë nuk besoj tek rastësitë, se nuk ka mundësi tjetë kaq e mrekullueshme rastësia, kur pasi populli, duke e përgjigjur fuqishëm thirrjes son nga ky shesh e pastaj në të tëra sheshet e rrugët e Shqipërisë, i ka transformuar zgjedhjet politike në një referendum për bashkimin sa më parë të Shqipërisë me Europën. Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër, me tërë udhëheqësit e saj, ndër të cilët kryeministri i Britanisë Madhe vjen i pari për ta nisur qëndrimin e tij në Tiranë me një vizitë bilaterale, e para në histori e një shefi të qeverisë britanike, ndërsa presidenti i Francës largohet i fundit pasi do të qëndroj pas summitit për vizitën e tij të dytë bilaterale në Tiranë. Shqipëria e 3 ditëve që vijnë do të jetë në kuptimin e vërtet fjalës qendra e Europës. Dhe pastaj do ta nis javën e re me një imazh edhe më të mirë, edhe më të fortë, edhe më krenar si Europa e Ballkanit, që do të jetë lajtmotivi, do të jetë inspirimi, do të jetë burimi i të gjitha energjive dhe patjetër edhe forca e këmbguljes son për 4 vite të tjera me radhë. Kini besim tek Shqipëria, sepse Shqipëria ka besim tek ne. Dhe mbi të gjitha besojeni më shumë se asnjëherë tjetër se më e mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët është e gjitha përpara, po jo aq përpara sa ne të mos e arrijmë, por është aq përpara sa ne së bashku do të arrijmë. Shumë faleminderit gjithëve edhe një herë tjetër. Shumë mirënjohje, përulësisht respekt për gjithë ju dhe për gjithë ata që me votën e tyre na dhanë një energji të jashtëzakonshme dhe po e mbyll duke i siguruar të gjithë se asnjë vat nga kjo energji nuk do ta lëm pa e shkrirë për t'ju kthyer mbrapsht atyre dhe Shqipërisë. Ju thash që më e mira është e gjitha përpara. Ja, sa e thash po vjen noizi. Hajde mërdaj, hajde. E këndojmë dhe këtë herë bashkë. Shumë sfida që pas. Hey, çoni durta që pas ku Shqipëria sot jo. Ne jemi që vonë këtu do jemi sa të këtoke, sa të jetë, sa të këtore, sa të keqë. Shiko, si jemi vo, ku jemi sot.
Shqipni, Bonolano, ma mira vot. Hey! Këmi pa që durtan, sa jemi këtu sot, qoni që durtan. Euro për familje, si Shqipnia s'ka si vlen. Jemi rritje e sipër, luma i që ka men. E për përshime, si Shqipnia s'ka si vlen. Ka 1 milion arsye pse bota këtu po vjen. Hajde shkojmë për para, ky është momenti jon. Sepse koha e humor është në kurizin ton. Ti e din, qa duhet me bo, s'kemi më kohë. Jo nuk ka më u këthy ma bashive si jemi bo. Inspirim për rini, s'është muzik për parti. Shqipnia po lullëson se e bojun dhe ti. E bojmë ne, e bona i, e bona jo, e bojnë ata. E bojnë ju, e bojnë ato. S'muna lidi me qënqira a sistemi politika. Jemi zoni i një poplë në përshtromi nga Afrika. Në Europë me meri, jo me drama politike. S'po trënkas mos i mik, trënkas i zot shpije. Hajde qëtë pas, qëtë pas. Që së bashku doja dale, për një qëllim, sa shumë sfida ke kaluti. O vëndim, ne jemi, që vone ku do jemi. Sa ke done, sa ke djen, sa ke toke, sa ke qel. Shiko, si jemi vo, ku jemi sot. Shqipni, Bonolano, ma mira vot. Me sot, pasha këtë qel, pasha këtë top. Bashk për një qëllim, dhe Europë. Në për mjergull, flak, bore dhe shi. Në për breshër fërtun, ka ca fytje stuhi. Qilë bota po na shef, se na pengu i haresës. Jemi lot, që thot, jemi pesha e vërtesës. Shumë na dojnë në të vete, por jemi guri rall. Kenarin sigurar, me fjallën si ata gan. Shqifanej, shqip knej, se na mo Shqipnia shkret. Ska si ti, ska si ne, jena tot, kemi det. Kjo nuk është musik për klub, kjo so për kjo nuk flet. Për ata që e marin jo atë që rinë e bret. Për ata që ka nodra për me këty në realitet. Për ata, s'jemi të përsosu, por jemi të vërtet. Base nuk jemi enqë, por ne jemi të shenjë. S'jemi për ulu, jemi luftëtar. S'jemi thjesht një popull dhe jemi shqiptar. Që së bashku doja dale, për një qëllim, sa shumë sfida ke kaluti. O vëndim, ne jemi, që vone ku do jemi. Sa ke done, sa ke djen, sa ke toke, sa ke qel. Shiko, si jemi vo, ku jemi sot. Shqipni, Bonolano, ma mira vot. Me sot, pasha këtë qel, pasha këtë top. Bashkë për një qëllim, minutë të qoni durtan. Qilë që sa jemi këtu sot, qoni durtan. Ju faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit edhe herë gjithëve. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe bash tani. ROF, Partia Socialiste e Shqipërisë. ROF, Partia Socialiste e Shqipërisë. E treta vërtet do ta dëgjoj gjithë Shqipëria. ROF, Partia Socialiste e Shqipërisë. Zemër të pastër në notën time, të dërgoj dritën ama miserere, ama miserere. Në zemrën time, zemrën teme, minutët e pastori, mirë se viri një spojmer, kërcen palë shpirë, jarna leti po kajme, ku kam linë sot e haroj, jarna leti po kajme, vazhdo me shnejt.
ky fjalimi i kryeministrit njërësh kryetari i Partisë Socialiste Rama pas fitores së mandatit të 4, ai në më pak se 30 minuta fjalim këtë radhë, ndryshe nga rezultatet e mëparshme kur ka fituar dhe ka pasur fjalime disa herë më të gjata, ka falenderuar 10 herë mbështetësit, elektoratin, të gjithë qytetarët që i dhanë votën Partisë Socialiste për një mandat të 4 edhe më të fortë se sa ai që po përmbyllet aktualisht. Ja ku rikthyem përsëri këtu 33 ditë nga dita ku nisëm, fillimisht me gratë dhe vajzat, e më pas në të 12 qarqet dhe më pas në të gjithë nga sheshi i Skënderbeut për të mbledhur çfarëmbollëm me shumë punë dhe mund për 4 vite me radhë në zemrat dhe mendjet e shqiptarëve. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do e çfarë kërkon me atë që shan e mallkon pa pushim dhe nuk di çfarë do. Kreu i mazhorancës e vuri theksin tek zgjedhja që bën shqiptarët sipas tij mes dritës së Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake Shqipëria zgjodhi dritën. Ndërkohë e cilësoi një fitore historike, mandati më i fuqishëm që shqiptarët na kanë besuar, tha Rama. Falenderoj familjarët e tij, shoqërohej me 3 fëmijët e po ashtu një falenderim të posaçëm për bashkëshorten e tij Linda. Ndërkohë në këto momente e shohim ende kryeministri, njërësh kryetari i Partisë Socialiste Rama, i cili po largohet nga sheshi Skënderbeu, por duke u përshëndetur me pjesëmarrësit aty të cilët kërkojnë edhe foto sipas rastit.